O Musa të futën parti. Po le edhe një thas, nuk i bëhet mirë as ty as partista. O Musa i tash hap zyrën. Edhe shkuam atje, Musa i s'dinte çaj priste. Futemi atje, ishte Kismet Meta. Kismet Meta u bë Kismeti i Partisë Socialiste për Shqipërinë 2030 që atëre. Edhe Kismeti emri Edi. Edvin tha, jo, i thash, e kam ndruar, Edi. Emrin që më kanë vënë nuk e kam pranuar. E kam ndruar. Sot më thoshte dikush pse s'ndron dhe emrin e Partisë Socialiste. I thash Partisë Socialiste do ta keni këmba këmbës tash derisa kështu që i thash, jo që s'do ndrojmë emrin e Partisë Socialiste, po qofse doni të shpëtoni nga Partia Socialiste, futuni Partisë Socialiste. Që të ndjeni pjesë e fitoreve. Mbi emrin Rama. Okej. Më dha atë kartën, Musaj akoma e kuptonte që diçka nuk shkonte, kur dalun atje them do kandidoj për kryetari i partisë, do shpëtoj partinë, Musaj i humbi pini, kur thonë. Po kishte pukun pastaj edhe e zgjidhi. Kështu i Musa atë e ke mericë. Mos e moho. Tani kam bërë një listë fjalësh dhe me që ta Ulandi me Ogertën këtu ishin si përfaqësuesit, si moderatorët e festivalit të këngës, edhe ju shkonte shumë ajo. Seriozisht ju shkonte shumë. Do me thënë, pas karrierës politike, po e mbajtët të formë, e keni një punë të Radio Televizionit Shqiptar. Unë do bëj një quiz. Nëse merë çdo shqiptar, madje edhe ata që janë me Onxho Bonxhot, po që mos ta dinë se kush po i pyet, dhe i thua, ke dy parti në Shqipëri. Partinë Socialiste, ka dhe ca tjera, po ato s'quhen. Një Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Tani, unë do të them fjalën, ti më thuaj, kë partit kujton fjala. E do filloj. Revansh. PD-ja. Ata që janë me Onxho Bonxhot, dhe ne emër vlla jemi. Revansh pa tjetër. Drejtësi. Përçarje. Njerëzillëk. Se nuk e vura bashkim se do duket si fjalë e madhe, po njerëzillëk po njerë. Madje qajnë shumë patronazhistë s'kan faj, jeni më të njerëzishëm thonë me ata, se që jeni të njerëzishëm me ne. Po kjo është temë tjetër. Shkatrim. Shkatrimi është kështu si kusur. Ndërtim, PS-ja. Rëmuj kuptohet. Rregull, PS-ja. Pislëk, pastërti. Tani jo se s'ka probleme me kazanat, se na i tregon Erjoni vazhdimisht, po braqa e kam fjallën, po çështja është që përmundohemi të pastrojnë pak. Nuk jemi të lumtur me pislëkun. Dhuna kuptohet është monopol, është licencë, është hipotekuar nga PD-ja. Vetë përmbajtja jemi ne të shkretët, Gramos.